Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë po ndodh jo vetëm në zhvillimet e brendshme politike, por çfarë do të sjellë dhe takimi apo shtëngimi i duarve Ram me Trump. Në fakt ditën e sotme vetë kryeministri Edi Rama ka marrë edhe ministrin e tij Ervin Demo një mesazh në fakt që flet më shumë. A do tjetë Ervin Demo pasardhësi i zonjës Belinda Balluku? Pse pikërisht ka zgjedhur kryeministri Rama këtë ministër? Por në anën tjetër do të fokusohemi konkretisht edhe tek zhvillimet e brendshme. Çfarë ka ndodhur ditën e sotme në parlament? Duket se ka pasur një përplasje të fortë midis Gazmend Bardhit dhe Zeqinet Saushit, por gjithashtu edhe deputetëve tjerë të qarkut të Fierit. Vetë zoti Bardhi ka cilësuar si ushtar të Belinda Balluku, cilët i përgjigjen zonjës Balluku. Sikur mos mjaftonte vetëm kjo gjë, zoti Taulant Balla ka rikujtuar për opozitën që McAllister, kryetari i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, ditën e dieshme nuk zhvilloi një takim me Sali Berishën. Duke një situatë mjaft e tensionuar, duke një situatë mjaft e pa një krye të zhvillimeve apo ngjarje, apo një situatë në tymnaj. Vetë zoti Berisha për ditën e nesme që shtritur një protestë tretë kombëtare, ka thënë nuk ka një skenar. Pra çfarë do ndodhi realisht. Kjo është e gjithë situata dhe kjo është ajo se çfarë do diskutoj dhe kam kënaqësinë të kem avokatin edhe juristin e njohur zotin Thupi, Rezar Thupi. Rezi, faleminderit për kohën tuaj. Si gjithmonë. Do doja ta nisim mirë me zhvillimin, duke qenë se është aktualitet, unë e di që ti nuk ke shumë qejf të... Shkoj Rama dhe takoj Trumpin. Shkoj Rama, takoj Trumpin dhe do t'ishim mirë, në fakt, pati dhe një shtërngim duarsh me Ramën. Jashtëzakonshëm. Edhe vetë presidenti Trump takoi edhe Vjosa Osmanin, presidentin e Kosovës. Thuhet se do të ketë dhe një fjalim nga kryeministri Rama. Në fakt, e para është si e pe këtë udhëtim dhe çfarë do me thënie ka ky shtërngim duarsh? Mendoj që qënia në bordin e paqes ishte një zgjidhje politike e diskutueshme. Ne kemi një relat me partnerët strategjik që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kemi edhe një relat tjetër me Bashkimin Evropian. Absolutisht po, duhet merrnim pjesë në bordin e paqes dhe kjo është një detyrë që Shqipëria duhet ta bënte, sidomos në këndvështrimin e nevojës që ne kemi për të qenë pjesë e debatit politik global. Në krau tjetër, ajo që vlen për tekstuar është që pavarësisht le të themi asaj që politika shqiptare e artikulon sikur kjo është një ftesë personale për zotin Rama, unë nuk e gjykoj kështu. Unë mendoj që është një ftesë për Republikën e Shqipërisë, që Republika e Shqipërisë të bëjë pjesë e një organizmi tjetër ndërkombëtar dhe normalisht mund të pranojmë që mund të ketë një merit pjesë me zotin Rama, që është ftesa e erdhi në emër tij, po kjo nuk tregon në një marrëdhënie të veçantë zotit Rama personalisht me administratën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra nuk e shikon si një marrëdhënie të veçantë? Dgjoj, normal, në paktën për aq sa unë mendoj se e njoh mënyrën e funksionimit të shteteve, shtetet nuk funksionojnë me marrëdhënie personale. Marrëdhëniet personale janë një pjesë plus në atë që është marrëdhënia shtetërore. Por marrëdhëniet shtetërore nuk ndërtohen mbi individin që ti ke përballë, ndërtohen mbi interesat strategjike të shteteve të caktuara. Nëse Shtetet e Bashkuara kanë një interes strategjik me Shqipërinë, që me sa duket vazhdojnë ta kenë për fatin tonë të mirë, ky interes do vazhdojë të ekzistojë pavarësisht se kush është kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo nuk e mbron zotin Rama nga problemet që ai ka me drejtsinë amerikane apo me drejtsinë shqiptare, dhe as nuk e shpëton nga këto probleme. Rezi, qofse qëndrojmë në këto zhvillime, pra ju thoni pavarësisht një shtërngimi duarve që është dhënë sot, që është akt formal, nuk është... Okej, një akt formal. Nuk jep as si mesazh as për politikën e brendshme, as për aktorët dytësor. Mund ta marrim një shembull, se kemi një shembull konkret. Përpara se zoti Velie të përfundonte në gjendjen e arrestit me burg, zhvilloi një takim në Amerikë ku takoi njerëz shumë të rëndësishëm. Në përfundim nga ai takimi, retorika në politikën shqiptare doli në përfundimin që zoti Velie tani që takoi dhe shtrëngoi duart me figurat larta të administratës amerikane, shpëtoi nga drejtësia dhe drejtësia u bëi paprekshme, nuk mund të preket më se do ta mbrojnë amerikanët. E vërteta tregoi që zoti Velie shumë pak kohë mbas atyre takimeve përfundoi në rrjetën e Spakut dhe sot gjendet i paraburgosur. Që do të thotë, marrëdhëniet
institucionale dhe drejtësia jo domosdoshmërisht pengojnë njëra tjetrën. Fakt që Rama shkon dhe shtungon duart me Trumpin dhe nuk shkoi si ishte takim personal i zotit Rama, është takim kolektiv dhe është gjëja më normale që ai që është mikpritësi të takojë gjithë të ftuarit e tij. Nuk prodhon mbrojtje apo në një zhvillim të jashtëzakonshëm politik për zotin Rama. Ke pas rastet pafund me politikanë shqiptarë që kanë shkryer takime dhe që nuk i ka prodhuar efekte politike në Shqipëri. Pse? Sepse pavarësisht se ne e shesim politikisht, gjithmonë, kemi tendencë ta shesim që po shkove në Amerikë ti e more pushtetin. Mjafton të shkosh në Amerikë, takosh dikë dhe pushteti është i joti. Edhe mbarove. Nuk funksionon kështu. Nuk është kjo. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikurse dhe çdo shtet tjetër, mbështesin dhe përkrahin interesat e tyre në Shqipëri, pavarësisht se kush është individi i përkohshëm që drejton shtetin shqiptar. Fakt, Rizin, nëse qëndrojmë, do doja në fakt edhe për të qëndruar pak, edhe për të pasur një këndvështrim ndryshe, për shkak se ka nevojë edhe për të qartësuar politikisht ngjarjet, sepse është e vërtetë që aktorët politikë shqiptar bëjnë një foto, e hedhin, e trumpetojnë. Kujtohet edhe Partia Demokratike shtynin njëri tjetrin me trup ata për të bërë foto me kongresmen që i përcilte Fatmir Mediu. Në këtë momente, fakti që ai ka marrë me vete Ervin Demon, një mesazh për zhvillimet e brendshme, një mesazh që ky është tani njeriu i besuar, apo Ervin Demon mund të jetë zëvendësi Belinda Ballukut. Po të jap disa këndvështrime për të diskutuar. Mund të jenë gjithë Armal. Atëre, më thënë, zoti Rama do merrte në Shtetet e Bashkuara një nga ministrat e tij. Pyetja që shtrohet është, a mund të merrte ai një nga ministrat që është në ndjekje penale apo në hetim nga Spaku? Se këtu është nevoja politike të bën ose të kërkon që ti të shkosh me njerëz që janë minimalisht të pastër në raport me drejtësinë. Dhe në këtë pikë, pastaj nëse kjo do të shtyhet për te, duke arritur në një zëvendës të mundshëm duke zëvendësuar zonjën Ballukun me zotin Demo, apo duke i krijuar një figurë pak më të madhe politikisht zotin Demo, kjo mbetet për të parë. Mendoj që Rama nuk ecën me plane kaq afatgjata, ndryshe nga mentaliteti ose nga perceptimi që ne kemi që Rama bën plane, është gjithmonë trapa para, mendoj që është më shumë njëri që i përshtatet momentit caktuar. Dhe një moment caktuar qoftë edhe për të mos krijuar disbalanca ndërmjet grupeve rivale në Partinë Socialiste. Keni parasysh një gjë, Partia Socialiste ka grupe që luftojnë kush është pasardhësi apo pasuesi apo njeriu më i fortë mbas Ramës. Ta luftojnë për të zënë vendin e Ramës, pastaj zënë vendin Burg. Po të shënë si ka, se po të lejosh vetëm të përdoresh, përfundimi është gjithmonë përballë drejtësisë. Kështu që ndoshta zoti Demo është kjo zgjidhja më neutrale në raport me grupimet e brendshme brenda Partisë Socialiste. Ti je parasysh që si rregull, paktën rregulli diplomatik do ta kërkonte që zoti Rama shoqëroi nga zonja Spiro Pali si ministre e jashtme. Duke qenë sepse ajo është që mbulon marrëdhëniet ndërkombëtare. Pse ka shmangur Spiro Palin? Sepse perceptimi që është krijuar publikisht është që zonja Spiro Pali është një nga sfidantet e mundshme të zotit Rama në momentin e një dobësie politike të theksuar që ai ka, sot që flasim. Pra, perceptimi publik dhe Rama mundohet me këtë lëvizje ta jo vetëm ta shuaj perceptimi publik, por të mos ta nxis, sepse nëse zoti Rama do të shoqërojë nga një person i fortë brenda PS-s ose nga një sfidant i mundshëm brenda PS-s, do t'i jepte kredite politike që sot nuk i ka. Duke marrë zotin Demo, zoti Demo është njëri i parrezikshëm politikisht për zotin Rama. Don akoma shumë kohë të krijojë një figurë politike, të krijojë një shtrat politik brenda Partisë Socialiste. Ndërkohë që zonja Spiro Pali, zonja Balluka apo personazhe tjera politike brenda PS-s e kanë këtë shtrat dhe një marrje apo një shoqërim i zotit Rama detyrimisht do t'u jepte valencë politike më të madhe se ajo që ka. Brezi, nëse qëndrojmë në këto zhvillime brenda Partisë Socialiste. Tashmë pozitat më të vështira janë për numrin 2 të qeveri, zonjën Belinda Balluku. Në anën tjetër, unë dua nga ty një shpjegim si jurist, edhe si profesionist. Po tentojnë të fusin duar te kodi i procedurës, më korrigjojnë nëse jam gabim. Neni 242. Korrekt. Kërkojnë që zëvendës kryeministreja, kryetar bashkie, kryeministri, futun dhe avokatin e popullit aty si garnitur, dhe tashmë këta do duhet që GKK-ja mos t'i pezulloj. Çfarë sjell ky ndryshim që kërkon qeveria Rama dhe pse pikërisht në këto momente?
Se pikërisht në momente kam përshtypjen që është përgjigje më e thjeshtë. Kryeministri Rama ka kohë që ka filluar një betejë përballë drejtësisë dhe po përpiqet që në këtë betejë përballë drejtësisë vërtet sa kufij që ta bëjnë më të vështirë luftën që drejtësia ka me të, se lufta është e dy krahshme. Nga njëra anë drejtësia përpiqet të luftojë korrupsionin dhe simboli i korrupsionit është gjithmonë Rama, e përpasoj momentin që gjithë gardi para tij ka rënë, detyrimisht i vetmi që mbetet përballë drejtësisë sot që flasim është Rama. Gjithë niveli i dytë poshtë Ramës është sot përballë drejtësisë. I vetmi që ka mbetur ende ishulli i paprekur është akoma kryeministri Rama. Kështu që optimalisht do duhej që ai ta kufizonte aftësinë e SPAK-ut për ta cënuar atë në pushtetin që ka. Dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është për të hequr këtë precedentin që u krijua me zonjën Balluku, është që kjo masa e pezullimit mos ketë më mbështetje ligjore. Deri në momentin që flasim, pa u bërë ndryshime në kodin e procedurës penale, SPAK-u sot që flasim ka drejtë që shkojë dhe kërkojë dhe pezullimin e kryeministrit, edhe presidentit Republikës, dhe të avokatë, gjithë këtyre që janë organe kushtetuese. Ajo që po tenton të bëjë kryeministri, ndonse e veshur me këtë, le të themi, garniturën e gjithë institucioneve, gjysmës institucioneve kushtetuese, gjysmën tjetër e ka lënë jashtë, është të kufizojë mundësinë që SPAK-u të kërkojë pezullimin e kryeministrit. Dhe kjo do të ishte disfata më e madhe për Ramën. Pavarësisht gjithë pushtetshmërisë që ai ka sot, nëse do të pezullohej si kryeministër, besoj që pushteti i tij brenda Partisë Socialiste e përrjedhoi edhe pushteti që ai ka de facto në strukturën politiko-administrative shqiptare, nuk do të ekzistonte më. Kështu që Rama përpiqet të ruaj pushtetin që ai ka. Vetëm në rrjet pushtetit që ai ka, ai mund të vazhdojë të mbijetojë në një përballje me drejtsinë. Dhe masa që bëhet për ndryshimin e kodit të procedurës penale ka për qëllim që në fazën ndaluese, në eni 242 ka një pjesë që thotë të zgjedhurit sipas ligjit elektoral nuk mund të pezullohen. Të zgjedhurit sipas ligjit elektoral janë vetëm kryetarët e bashkive, antarët e Këshillit Bashkiak dhe deputetët. Do të thënë teknikisht njerëz që zgjidhen nominalisht dhe drejt për drejt nga qytetari. Kryeministri nuk është i zgjedhur i tillë. Kryeministri zgjidhet nga parlamenti, emërohet nga parlamenti, dekretohet nga presidenti i Republikës. Zoti Rama përpiqet ta shtrijë dhe veçanërisht fokusi është ke kryeministri. Pjesa tjetër e ministrave, zëvendëskryeministrave, objektivi është kryeministri. Pse? Që të mos gjendemi në kushtet kur SPAK-u bën një kërkesë tjetër dhe të pezullon kryeministrin, dhe në atë pikë Rama nuk është më kryeministër. Nuk është më kryeministër. Kjo është mbrojtje e pushtetit të tij personal, pavarësisht se sot vishet me gjithë këtë petkun e një lufte për të vënë drejtsinë në Shina. Thon pas 10 vitesh thon ka nevojë për të reformatuar apo ka nevojë. Dëgjoj. Thon pa i hyrë diskutimin nëse ka nevojë të rishikohet kodi i procedurës penale, por mendoj që ndërmjet gjithë problemeve që ne kemi, dhe këtu kthehem ke një problem që e ngre kryeministri më të madhe, që është çështja e paraburgosurve. Ky i paraburgosurve është problem shumë herë më i madh se sa fakti i pezullimit të kryeministrit nga detyra. Dhe nëse kishim diçka për të ndryshuar kodin e procedurës penale, që ndikon pastaj drejt për drejt dhe ke cilësia e drejtësisë dhe ke interesi i qytetarëve, do të ishte hajde të rregullojmë problemet që lidhen me paraburgimin, dhe këtu është më interes publik që të ndërhysh kodin e procedurës penale. Kryeministri vjen që të rregullojë një problem që lidhet drejt për drejt me jetën e qytetarëve, me cilësinë e dhënies drejtësi, jo. Merret me kufizimin e drejtësisë në raport me pushtetin e tij personal. Ky kod procedure që duhet ndryshohet dhe Rama i ka të gjitha numrat. I ka. Në qoftë se ne qëndrojmë në këto zhvillime, çfarë dëmi i sjell kjo SPAK-ut? Pra, sepse kam dëgjuar, dhe këtu duhet ma shpjegos si avokat, kam dëgjuar Rezi që në thelb ajo që ne pretendojmë që SPAK-u i cënohet puna, ta thonë nuk ka asnjë ndryshim, SPAK-ut nuk i cënohet asnjë. E vërteta nuk është kështu. E vërteta është e tillë. Duhet të keni parasysh një gjë, se na duhet bëjmë një shpjegim fare të shkurtër. Ajo që kërkohet, thënë, është mas pezullimi, dhe masa pezullimit ka një funksion. Gjatë kohës që ti ke procesin hetimor, dhe gjatë kohës që prokuroria po u heton akoma, hetimi rrezikohet që të ndotet, në ky është termi që përdoret, që do të thotë mundet që dëshmitarët të ndikohen, mundet që të prishen provat, apo mundet që të kryejë dhe një vepër tjetër penale. Dhe për të ruajtur hetimin, që hetimi mos të prishet gjatë kohës që nuk ka shkuar çështja në gjykatë, Kodi i procedurës penale i ka njohur organeve të prokurorisë të drejtën për të marrë disa masa, duke filluar nga arresti me burg deri ke detyrim paraqitje. Ky është range, do të thënë hapësira e masave që prokuroria mund të marrë në varësi të mundësisë për të ndikuar tek hetimi. Që do të thotë, nëse ti heq prokurorisë mundësinë
për të pezulluar një zyrtar publik, ekziston rreziku që ky zyrtar publik, për shkak se prokuroria nuk e ka më këtë mundësinë, të vazhdoj të prish hetimet, prish provat, ndikoj tek hetimi, që do të thotë ndikoj ke cilësia e drejtësisë që do të jepen në fund fare, sepse vetëm një hetim i mirë prodhon një drejtësi të mirë dhe një vendim gjykate të mirë. Nëse ky hetimi nuk bëhet dot mirë, vendimi që do marrësh i fajësisë apo i pafajësisë nuk është i mirë. Dhe ajo që prish ky ndryshim kodit procedurës penale është pikërisht ruajtja e cilësisë së hetimit. Ky është qëllimi real, që do të thotë që ti duke pasur pushtetin e funksionarit publik, ke gjithmonë mundësi ndikosh ke hetimi. Është tjetër gjë unë qytetari i Republikës Shqipërisë që përballem me prokurorinë nga pozitat e qytetarit, dhe është tjetër unë qytetari i veshur me pushtet politik dhe administrativ që përballem me drejtësinë. Drejtësia do të jetë gjithmonë më e tulatur dhe më e pamundur për ta bërë hetimin të plotë dhe të mirë. Dhe ky është problemi që krijon ndryshimi në këtë formë, sepse nëse ti do të shkojë në atë që është logjika e ndryshimeve kushtetuese që nga viti 2012, ne që nga viti 2012 kemi vazhduar të kufizojmë imunitetin e deputetëve dhe të zgjedhurve, më përfshirë këtu dhe ministrat. Dhe kemi pas për një qëllim shumë thjesht, pse? Në 20 vitet e fundit, problemi madhor i Shqipërisë ka qenë gjithmonë korrupsioni në nivele të larta dhe pandushkueshmëria në nivele të larta. Dhe çfarë bëm? Zvogluam imunitetin në kushtetutë kemi zvogluar imunitetin. Krijuam dhe një prokurori dhe një gjykatë speciale pikërisht për këtë arsye që të luftojmë korrupsionin në nivelet më të larta. Dhe kur flasim për nivelet të larta, nuk flasim për drejtorët e drejtorive, flasim për zëvendës ministra, kryeministër, president. Ky është niveli i lartë i korrupsionit. Dhe në këtë trendin ti sot kthehesh dhe bën një hap shumë të madh mbrapa, duke i thënë prokurorisë posaçme që ka krijuar për të luftuar korrupsionin dhe gjykatës posaçme që jo, ju mund vazhdoni hetimin, por unë në cilësinë e njeriu të veshur me pushtet do kem gjithmonë mundësinë të ndikoj dhe të cënoj hetimin. Fakt, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, aktualisht SPA ka hetuar thellimet. Mendoni që do të përdori një strategji ndryshe edhe për zonën Balluku apo do të vazhdojë me një të mënyrë? Unë mendoj që SPA-ku do vazhdoj procesin hetimor. Më thënë, dëgjoni, ajo që do të ndodhë është procesi hetimor do të vazhdoj. Pyetja që shtrohet është a do të jetë ky hetim në cilësinë e duhur për të arritur këtë drejtësia, apo do të ndikohet rrugës nga njerëz të veshur me pushtet. Se kjo është pyetja reale që ka për procesin hetimor. A do jetë SPA-ku në gjendje ta ruaj procesin hetimor nga ndikimet e jashtme? Dhe fakti që SPA-ku përpos masës pezullimit, se duhet të kuptojmë një gjë, në konceptin e procedimit penal, për sa kohë që SPA-ku kaloi nga një masë pezullimi te kërkesa për heqjen e imunitetit, tregonte që në këndvështrimin e organit prokurorisë, cilësia e ndikimit në hetim është më e lartë se sa ajo që mbrohej me masën e pezullimit dhe shkohet për një masë tjetër që është masë sigurimi që kërkohet nëpërmjet heqjes imunitetit. Që do të thotë SPA-ku ka dyshime të arsyeshme që në funksionin aktual hetimet mund të cënohen apo është tentuar të cënohen. Është tentuar të intimidohen dëshmitarët, të trembën dëshmitarët, është tentuar të prishen prova. Dhe prandaj SPA-ku ka kërkuar nga kalimin nga masa e pezullimit tek masa e sigurimit personal, duke kërkuar heqjen e imunitetit, që tregon që ka fakte të mjaftueshme për ta kërkuar një gjë të tillë. Prezident, si e shikon çfarë qëndrimi do të mbajë kryeministri Rama dhe Partia Socialiste, duke qenë se është mbledhur dhe do të mblidhet dhe komisioni i mandateve, cili do të jetë qëndrimi? Pra më duket se të hanë mblidhet, cili do të jetë qëndrimi që do të mbajë PS-ja? Do përdori metodologji për të shtyrë çdo etapë të mundshme, do të mbledhi kartonat për të votuar pro Ballukut dhe kundër SPA-kut, apo do ta lëshojë zonjën Ballukut? Çfarë mendon? Jam pak në dilemë normal për një arsye shumë thjeshtë. Nëse ti do të ndjekësh retorikën e kryeministrit, retorika e kryeministrit çon në përfundimin logjik që Partia Socialiste nuk do ta heqë imunitetin e zonjës Ballukut. Ky është deduksioni logjik nga narrativa që kryeministri ka ndërtuar në 2-3 muajt e fundit. Po të marrësh lidhjen e veprimeve që ai ka bërë me deklaratat publike, ti kupton që kryeministri lidhi një gjykim gjykatën kushtetuese me aktivitetin e Këshillit të Mandateve, që janë dy çështje që nuk kishin lidhje fare me njëra tjetrën, dhe mbajti pending, mbajti pezull mbledhjen e Këshillit të Mandateve me një vendim politik, duke detyruar dhe kryetarin e kuvendit që ka përcent ato që ishin praktikat ligjore që vetë kuvendi kishte në raport me mbledhjen e Këshillit të Mandateve. Dhe problemi që shtrohet është që në praktikën e Partisë Socialiste është provuar më shumë se një herë që Këshilli i Mandateve nga funksioni i tij që ka si funksioni i vlerësimit
nëse puna e prokurorisë është e bazuar mbi prova apo jo, është kthyer në gjykat për të provuar nëse këto provat janë të vlefshme për të provuar fajësinë. Nuk është ky funksioni që ka Këshilli i Mandateve. Këshilli i Mandateve duhet të vlerësojë që provat që ka prokuroria, dhe flas vetëm në nocionin e provës në përgjithësi, si çdo individ që mund të vlerësojë që ekziston një tekst i shkruar që krijon një dyshim, ekzistojnë apo jo, por jo të merret me cilësinë e provave. Ajo që ka ndodhur rëndom në mbledhjen e Këshillit të Mandateve gjatë kohës që Partia Socialiste është në pushtet, është që ky këshill ka tentuar të marrë funksionet e gjykatës duke pretenduar që provat nuk provojnë fajësi. Fajësia nuk provohet në parlament, fajësia provohet në gjykatë. Ajo që parlamenti ka është të ruaj që prokuroria mos kryej veprime arbitrare kundrejt të zgjedhurve që janë deputetët. Dhe në këtë rast të kufizojë dhe ndërhyrë në funksionimin e kuvendit. Ndërkohë që Këshilli i Mandateve në vazhdimsi ka vlerësuar provat nëse kanë lidhje me fajësinë apo jo. Dhe në këtë pikë mendoj që PS-ja dhe zoti Rama kanë një dilemë shumë të madhe. Nëse do të kthehemi në deklaratat e djeshme të ndërkombëtarëve, se do të pyes dhe për atë. Deklarata e djeshme është shumë e thatë, për të kuptuar që e para punës jo të gjitha gjërat zgjidhen me probleme ligjore, më thënë jo të gjitha çështjet zgjidhen me probleme ligjore dhe nganjëherë praktika europiane kërkon ose të thënë parimet dhe standardet e demokracisë kërkojnë që zgjidhjet të jenë politike. Një dhe e dyta është që parlamenti nuk mund të bëhet pengesë për luftën ndaj korrupsionit. Dhe ky është një mesazh shumë i qartë në raport me pritshmëritë që ndërkombëtarët kanë kashë i parlamentit. Dhe jo më kot në fel takimet ishin me drejtuesit e parlamentit, me drejtuesit e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe drejtuesit e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nëse qëndrojmë në këto zhvillime, McAllister foli edhe për çështjen Balluku ditën e djeshme, sa një nga pikat kryesore lidhet me institucionet e drejtësisë, pika e dytë ishte reforma territoriale në përputhje me orientimet që ne ju kemi dërguar, dhe pika e tretë, ai tha për mediat sepse këtu dihet se janë mediat. Pyetën. Tani dihet ajo pjesë. Një qëndrim tash për do shikoni nëse europianët, nëse Rama fut duar tek SPAK dhe nuk e lëshon zonën Balluku, apo europianëve s'do t'ju interesoj fare dhe do vazhdojnë me punët e tyre. Unë nuk mendoj që reagimi do jetë institucional. Nuk do të jetë reagimi politik që jemi mësuar që këmë, do jetë reagimi social. Në momentin aktual që flasim, është duke përgatitur projekt raporti për zhvillimin për ecërinë e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Dhe po të kemi parasysh dhe të kthehemi një vit para, në kohën kur hartuar raporti i fundit, raporti vlerësonte në mënyrë specifike punën e SPAK-ut dhe drejtësisë së re. Do të thonë, nëse ne kishim një lloj progresi, i vetmi progresi kishim ishte lufta kundër korrupsionit dhe kjo për shkak të aktivitetit SPAK-ut dhe GKK-s. Që do të thotë, nëse zoti Rama do përpiqet të vërë një digë të aktivitetit nëpërmjet Këshillit të Mandateve, nëpërmjet ndryshimit të kodit procedurës penale, ai progresi do të reflektohet dhe ky reagim ky veprim i zotit Rama dhe i majorancës socialiste do të reflektohet në progres raportin për integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe këtu duhet kemi parasysh një gjë, dhe vetëm një gjë. Një vetmi kalë betejë politikë që Partia Socialiste ka në 3 vitet e fundit është integrimi evropian. Dhe nëse ata do të fillojnë të çedojnë tek rrugtimi kaq i mrekullueshëm i Shqipërisë në integrimin evropian, do të humbin betejën më të madhe politike në raport me vetveten. Sepse për sa i përket, mendoj që për sa i përket perceptimit qytetar në Republikën e Shqipërisë tashmë gjërat janë konsoliduar. Njerëzit kanë të qartë se kush janë qëllimet e Ramës, kush janë objektivat e Ramës. Problemi është në humbja e retorikës në raport me faktorin ndërkombëtar, do të adopsoj edhe më shumë politikisht Ramën. Do të jetë shumë e vështirë për të ketë më bashkëpunimin e partnerëve ndërkombëtar. Rezin, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, mendoni që dhe amerikanët do reagojnë nëse shohin zgjatje të duarve brenda institucionit SPAK? Mendoj që qëndrimi i ndërkombëtarëve, përfshirë këtu amerikanët dhe Bashkimin Evropian, në raport me SPAK ka qenë gjithmonë konstant dhe koherent. Nuk është ndryshuar kurrë, gjithmonë është pretenduar që reforma në drejtësi dhe veçanërisht kur flas për reformën e drejtësisë, flas për SPAK-un dhe GKK-n, janë të paprekshme, dhe të paprekshme do të thotë në asnjë nga format e mundshme. Unë mendoj që testi që po bën, mendoj që ndryshimi në 222 kodit procedurës penale është test. Rama po përpiqet të testojë deri ku e ka aftësinë apo mundësinë apo lejimin që do t'i bëjnë ndërkombëtarët për të ndërhyrë drejt për drejt në sistemin e drejtësisë. Dhe në varësi të përfundimit të këtij testi do të ketë pastaj masa tjera, ose do të vazhdojë të thellojë këtë nevojën për ndryshime ligjore,
ose do të ndaloj duke e kuptuar që nuk është një kufit cili nuk mund ta kaloj. Në fakt, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, doja të komentoja pak me ju, Rezi, edhe atë se çfarë ndodhi ditën e sotme në parlament, një përplasje e Gazmend Bardhit me Zeqinet Saushin, me deputet tjerë të Partisë Socialiste. Vetë si ke parë këto zhvillime në parlament, domethënë çfarë sjellin këto? Zoti Bardhi i thot ushtar të Ballukut, zonja Zeqinet Saushi Jemi i tregon që pi whisky, pi John. Problemi është i tillë. Parlamenti i Republikës së Shqipërisë ka shumë kohë, shumë kohë tashmë me fjalë, që është në një mexhlis ku nuk diskutohet për ide, diskutohet për emra, diskutohet për individ, diskutohet për karakteristika apo veprimet e individëve, por nuk diskutohet asnjë ide politike. Dhe kur thes për ide politike, do të thotë ku jemi me ekonominë, ku duhet të shkojmë, ku jemi me bujqësinë, ku duhet të shkojmë, ku jemi me financat, ku duhet të shkojmë, ku jemi me interesit qytetarë dhe ku duhet të shkojmë. Ky diskutim është fshirë fare. Gjithçka që merren në parlament është kush i tha kujt çfarë, kush shkoi dhe takoi kë, ndërkohë që në asnjë nga këto procese nuk prodhon në interes për qytetarin. Do mua si qytetar në parlament më intereson të dëgjoj se kush është ecuria e ekonomisë shqiptare. Thënë kush janë veprimet e Ministrisë Ekonomisë, Ministrisë Financave, Ministrisë Bujqësisë, ku zhvillohet ekonomia. Dhe ekonomia që të zhvillohet ka nevojë për punë, ka nevojë për para, ka nevojë për ide. Ndërkohë që ne nuk kemi asgjë nga këto. Thonë Ne s'kemi as para as ide, po thonë ju. Jo, ne kemi ide, në parlament nuk ka as para as ide. Jo, ne si po them parlament. Parlament, normal. Kur është hera fundit që ke dëgjuar një debat real në raport me një çështje sociale apo një çështje ekonomike? Nuk dëgjon më asgjë. Pse? Sepse ajo që kërkohet bëhet është një tentativë vazhdueshme e gjithë faktorëve politikat në parlament, gjithë tyre që kanë to majorancat pozitës dhe opozitës, është që të krijohet një gjendje, një ngërç, ku ti qytetari i detyruar të shohësh të keqen dhe të keqen më të madhe. Nuk kam asgjë pozitive. Ty të detyrojnë të zgjedhësh ndërmjet një e keqe që mund të jetë PS-ja dhe një e keqe më të madhe që mund të jetë PD-ja ose anasjelltas. Por në të vërtetë që ti të shkosh të interesohesh për parlamentin nuk kem, është në estradë, dhe estrada është pak në nivel pak më i mirë. Tani në këtë estradën tonë, ditën e djeshme McAllister takoi Tabakun, takoi Bardhin, por tha nuk kam kohë se duhet ikin në aeroport për takuar zotin Berisha. Kjo është shumë diplomatike për të që nuk e takoj. Nuk e takoj? Po nuk e takoj. Dgjoj. Po çfarë po ndodh, si s'mund takohet kryetari një partie opozitare i cili është kryeministri i ardhshëm në pritje? Okej. Dhe para punës nuk është thjesht kryetari një partie opozitare, e dyta punës nuk është kryeministri në pritje. Sjarojmë të gjën, nuk ka asnjë. E thon vetë ata më se nuk e them unë, po. Po jo mos të tashin, për gjithë njerëzit që njohin Sali Berishën nga një har kohor 25 apo 26 vjeçare, kanë shumë qartë Sali Berisha nëse do donte realisht të vinte në pushtet, do të kishte për synim ardhen në pushtet, do kishte një veprim krejt ndryshe politik. Në faktet, gjitha ata faktet, rrethanat që kanë ndodhur në 4 vitet apo 5 vitet e fundit, bëjnë kuptosh se Sali Berisha nuk don të vinë pushtet. Sali Berisha është i kënaqur të jetë lideri i opozitës, për një arsye shumë të thjeshtë, se ka dhe një shkak kjo. Duke qenë lideri i opozitës, Sali Berisha mund të ankohet gjithë ditën, gjithë natën që pushteti gjyqësor po e sulmon atë politikisht. Në moment që do ishte kryeministër, nuk mund ta artikulonte më këtë akuzën, por do detyrohet të përballej me drejtësinë. Dhe për më tepër flasi për një person i cili vazhdon të jetë i sankcionuar nga Mbretëria e Bashkuar dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ka një arsye pse këto sanksione nuk hiqen me gjithë të dumdumin e madh politik që qarkullon që do i hiqen sanksionet Sali Berishës dhe administrata Trump do ja hiqi. Nuk ndodh. Pse? Sepse, sikur se tash dhe në fillim se interviste normal, institucionet ndërkombëtare nuk veprojnë mbi baza personale, veprojnë mbi bazë fakteve dhe informacioneve. Dhe nuk mundet një person i cili ka marrë peng opozitën shqiptare, se kjo është e vërtet pengmarrja e Sali Berishës. Sali Berisha ka marrë peng Partinë Demokratike. Edhe kjo pengmarrje nuk mund të ushqehet nga faktori ndërkombëtar që vjen dhe pastaj takon Sali Berisha. E kanë dhënë mesazhin me kohë. Sali Berisha është person i padëshirueshëm për ta.
nuk e shikojnë si personi cili mund të Pra, sjellë dhe ndryshim. Bashkimi Evropian po mban njëtin qasje. Absolutisht. Po nuk është se po e mban tani, e kanë mbajtur për kohësh. Kur është hera e fundit që një ambasador i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka takuar Sali Berishën? Nuk ka. Dhe ka një shkak pse nuk ka. Sepse për ta, ai nuk është interlokutor politik, nuk është bashkëbisedues politik. Një bashkëbisedues politik takohet, pavarësisht pëlqimit apo mos pëlqimit, sepse është funksion i ambasadorëve. Fakti që asnjë ambasador nuk e takon tregon që ai nuk konsiderohet për faktorin ndërkombëtar një bashkëbisedues politik. Dhe takon gjithmonë nivelet e dyta dhe treta të Partisë Demokratike, por çuditërisht na shkalohet Sali Berisha. Rëzi, në këtë moment, duket se gjithë Partia Demokratike, po thëmë, paktën është në përbetejat e veta, dhe jo them e gjithë, po pjesa e kupolës politike, është në betejat e veta me SPAK. Si e ke parë qëndrimin e SPAK në këto momente, qoftë për të majtën, qoftë për djastën? Unë mendoj që SPAK ka hyrë në një fazë që quhet faza e institucionalizimit. Që do të thotë, çdo institucion që krijohet ka fazat e veta, fëmijërinë, adoleshencën dhe pjekurinë. Mendoj që SPAK-u, duke filluar veçanërisht nga viti i kaluar, ka hyrë në një fazë që është faza e pjekurisë institucionale. Tregohet më i matur, përpiqet të bëjë hetimet më të mira dhe të mos shkojë ke nevoja e një show publik pa arritur ke përfundimi i hetimeve. Që është gjë shumë e mirë, që të jemi të sinqertë, në raport me cilësinë e drejtësisë që ne pretendojmë nga SPAK-u. Nuk mendoj që SPAK-u vazhdon të ketë objektiva politik ose të paktën të deformohet politikisht për të goditur njërën palë apo palën tjetër. Mendoj që hetimet sa radhe janë në 2 vitet e fundit janë hetime thelbësisht penale që merren me faktet që SPAK-u ka në dispozicion. Pavarësisht se ne kemi gjithmonë tendencën ta interpretojmë sikur u godit njëra palë apo u godit pala tjetër. Kjo është, mendoj, përtej punës aktuale të SPAK-ut. Ajo që mendoj në raport me Partinë Demokratike është që Partia Demokratike ka futur veten në një ngërç për shkak të problemeve që leadershipi i saj ka me SPAK. Kur themi që një funksionar publik duhet të japi dorëheqjen dhe të nënshtrohet hetimit në cilësinë e qytetarit, kjo nuk vlen vetëm për funksionin publik shtetëror, vlen dhe për funksionin publik politik. Nuk ka kuptim që të luftojmë një ministër apo zëvendës ministër apo një kryeministër që është në hetim dhe të kërkojmë që ai të japi dorëheqje, por nga krahu tjetër të lejojmë që një drejtuesi më i lartë i partisë politike apo numri 2 i partisë politike kundërshtare të jetë në të njëjtën gjendje, sepse kjo krijon pastaj të ngërçin që tash, që nuk kemi një palë cilës të referohemi si pala që jep shpresë. Të dyja palët janë në të njëjtën gjendje. PS-ja është një parti e korruptuar që është nën lupën e drejtësisë, PD-ja është një parti po aq e korruptuar që po prapë nën lupën e drejtësisë. Dhe këtu krijohet kjo barazvlefshmëria e palëve. Dhe ti gjendesh përpara dilemash, të votoj të keqe më të madhe apo të votoj të keqe më të vogël. Ndërkohë që ne si qytetarë na duhet e mira, ne na duhet të shkojmë nga e mira, nga një subjekt politik që prodhon për vendin. Kemi ngelur në fazën kur asnjë nga ato 2 grupimet e mëdha politike nuk mund të prodhojë më për Shqipërinë. Prodhojnë vetëm për interesin personal të kryetarëve të tyre dhe për luftën që ata kanë me drejtsinë. Rëzi, qose qëndrojmë në këto zhvillime, doja të gacmoja pak me një pyetje se po e mendoja tani. Ndërkohë që McAllister nuk e takoi zotin Berisha, një eurodeputet gjerman vajti në selinë e Partisë Demokratike dhe pati një takim me zotin Berisha. Ka ndonjë domethënie? Zero. Përdoren regjistra komunikimit të ndryshme? Zgjo. Sepse duket sikur dhe ne nuk jemi të qartë, domethënë, në një përfaqësues nuk shkon, një tjetër shkon. Kjo është ajo retorika që ka ngritur Partia Demokratike në raport me këto deklaratat e partive popullore ndërkombëtare. Organizmat politik janë organizma politik, që do të thotë nëse ka një vullnet politik për t'i dhënë oksigjen apo për t'i dhënë suport politik një partije si motor, vinë kryetarët e partive, deleguarit e partive dhe takojnë kryetarin e asaj partije. Dhe këtu flas për zotin Berishën. Partitë popullore europiane mund dërgonin çdo individ në emër të tyre për takuar Sali Berishën. Sa ajo që ndodh është, ki parasysh një gjë. Gjendja aktuale është që shkon Berisha në mbledhjet e PPE-ve dhe konsideron si fitore të madhe që miratimin e deklaratave. Por ndërkohë askush nga PPE-t nuk vjen në Shqipëri. Se ky është bonusi politik që ti merr, mbështetja politike që ti merr është kur të huaj të vinë dhe të takojnë ty në selinë tënde kur ti je vërtet sepse jep një garanci që je. Kjo nuk ndodh. Nuk ndodh as
në raport me institucionet ndërkombëtare. Askush nga profesorët e Parlamentit Evropian, askush nga ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian apo të partnerëve tanë nuk takon kryetarin e PD-s që është Sali Berisha. Fakti që vjen një eurodeputet, është njësoj sikur të vi Fred Beler dhe të takoj Sali Berishën. Është njësoj. Nuk ka kontekst politik dhe nuk ka as valencë politike, dhe nuk krijon bonus, pavarësisht se shitet sikur çfarë do ndodhi. Fakti që kryetari i Partisë Demokratike që do të thotë prezumohet që është opozita më e madhe në Shqipëri e cila do të vinë pushtet, sikur se e citon ti, takon një europarlamentar. Nuk është, as nuk do duhet dilte në media një takim i tillë, se nuk ka asnjë vlerë politikisht. Ata kishin pretur gjithë ti thua nuk duhet dilte në media. Ata pritën deri te dera. Po se çfarë duhet ndodh më? Sot po të marrësh, kush është qytetari shqiptar që mban mend emrin e eurodeputetit. Më kollaj do të ishte takoj Belerin, do ishte po prapë eurodeputetësh dhe ka më shumë vlerë se e njohin të tërë, sesa një deputet cili nuk ka asnjë valencë dhe është në prag pension. Rezi, brenda Partisë Demokratike, përveç se Ervin Salianin e përjashtuan, U vetë përjashtua, tashmë e kanë shpallur dhe një njeri i cili komandohet dhe bashkëvepron me krimin për të çarë Partinë Demokratike. Vetë Saliani nga Berati guxoi dhe u artikulua kundër Berishës për herë të parë dhe nuk pati një artikulim shumë të fortë, por tha me këdo garosh me veten. Tani, çfarë po ndodh brenda këtyre dy lëvizjeve, se që u mor vesh që kjo punë u mor, po Ajo punë dihej që në fillim. Problemi është normal, si e shikoj unë. Parimisht, çdo debat i brendshëm Partisë Demokratike i bën mirë Partisë Demokratike. Parimisht. Që do thotë çdo artikulim raport me gjendjen që në cilën është Partia Demokratike dhe problemet që ka vetë brenda është gjë e mirë. Problemi që kam unë është që çdo artikulim i cili nuk ka një objektiv të qartë apo një mënyrë për të arritur këtë objektivi nuk prodhon gjë. Sot që flasim, Sali Berisha është i qartë në qëndrimet e tij. Do të jetë mos po e bën Saliani takoj demokratët, ti ndërgjësoj. Po për çfarë? Që duhet të ringritur PD-ja? Po, duhet të ringritur PD-ja. Dhe pyetja që shtrohet është mbas fjalës duhet të ringritur PD-ja. Si? Se problemi është gjithmonë kësia. Si? Do e thonë edhe po do në kohën e vet. Kohën e vet se po mbaroj më kohë, do rizidhet Sali Berisha. Po në prill, deri në prill mbase plasin. Po jemi në fund të shkurtit. Po, nuk kam më kohë. Nuk kam më kohë, sepse ti nuk mund dalësh dhe ta deklarosh platformën tënde një javë para zgjedhjeve, se nuk ka kohë njëri të dëgjoj. Kur ti pretendon të grumbullosh rreth vetes një numër njerëzish, një numër demokratësh, të cilët kanë një objektiv të përbashkët që është ringritja e PD-s, duhet t'u tregosh dhe si. Si pretendon ta bësh? Kush është mekanizmi që do ndodhin? Ore merrni shembull Sali Berisha, me gjithë këqijat që ka, është një nga genialitetet politike që ka prodhuar Shqipëria në 35 vitet e fundit. Kur filloi lëvizjen e tij të foltores 1, ai e filloi me premtime konkrete. Do fusim nenin e kufizimit mandatit kryetarit. Ai në fillim nisi luftën me avokatin francez për të hequr non gratë. Kjo është tjetër histori, flasim politikisht për atë që ai pretendonte brenda PD-s. Ai tha do ju akthejmë Partinë Demokratike demokratëve. Do jeni ju ata që do vendosni. Primaret ofroi gjëra konkrete, sepse njerëzit nuk mund të ecin me idenë do ta ringrem PD-n. Gjërat duhen konkrete, që do të thonë duhen mekanizma konkret, çfarë do bëjmë, si do ta bëjmë, pse do ta bëjmë. Sepse kushdo që futet dhe militon një parti politike ka një ego vetëm personale dhe njerëzit kërkojnë atë që në PD ka munguar gjithmonë, meritokracinë. Që thotë ti duhet t'i ofrosh antarëve meritokracinë. Por nëse ti nuk ke asnjë ofertë konkrete, diskutimi teorik që PD-ja ka nevojë të ringrihet, të ringjallet, të rizgjohet, të riformulohet, të rithemelohet, është thjesht teori. Njerëzit kanë nevojë për rezultate konkrete që do të thotë ne duhet ta ringrem PD-n, por duhet ta ringrem në këtë formë, duke garantuar 1, 2, 3, 4, 5, sepse ti në rastin hipotetik që do konkurosh përballë Sali Berishës, do konkurosh me një platformë. Dhe kjo platforma nuk mund të bëhet e ditur. Për pos fakti që nuk mendoj që ka konkurim përpara Sali Berishës të pikë. Se më thënë, përveç vetë përjashtimit, edhe do vetë ndalohet për të konkuruar. Normali që do vetë ndalohet, se përsa e vetë përjashtuan, është logjikshme që... Vetë ndalimi është hapi i dytë.
është se ata e shpallën e ro, tani e shpallin të altar. E shpallën e ro, i duhet Sali Berishës në atë moment ta konstruon një burgosur politik, e mbaroi eficiencën e momentit për Sali Berishën, tash është armik. Madje librin që mund t'i ketë dhuruar, mund t'i ketë përshkruar edhe rrugtimin. I dashur armik. Rrugtimi është ky. Është ky, po dole kundër meje. Faktet kanë provuar në kohë të ndryshme, të paktën në memorien time duke filluar që nga viti 92-93, që kushdo që ka dalë kundër Sali Berishës është shpallur armik brenda PD-s. Dhe problemi nuk është që Sali Berisha e ka shpallur armik. Problemi është që antarësia e Partisë Demokratike e ka pranuar të shpallje armik. Dhe mendoj që ajo që po ndodh me Salianin është gjëja që ka ndodhur mund ta fillosh që nga Teut nga Petrit Kalakula në 92-shin e në vit. Të gjithë ata që janë shpallur armiq janë pranuar nga partia si armiq. Pse? Në atë parti nuk ka mendim politik. Në atë parti ka mendim politik të Sali Berishës. Pjesa tjetër janë gjithë ndjekës. Dhe mjafton të shikosh diskursin politik PD-s në 2 apo 3 vite e fundit dhe kuptosh që në atë parti nuk ka mendime politike. Askush nuk mendon politikisht, gjithë artikulojnë në mënyrën e vetë ide të Sali Berishës. Rezi, shko, për të qenë sinqert, kur mendon shumë fude veten stres edhe në halle, edhe je më mirë kur nuk mendon fare, je i qetë, në këtë kontekst edhe mund ta shohim që... Jam shumë dakord me ty, por ti mund të mendosh i qetë dhe pa mos mendosh kur je qytetar. Jem punë tënde të ti nuk mendosh. Kur je aktor politik nuk ekziston kjo. Kur ti futesh dhe bëhesh pjesë e të qenit aktor politik, ti nuk mund mos kesh mendimet tuat. Se në të kundër pastaj nuk është punë për ty, ndilë merrem me një gjë tjetër. Se të marrësh rrogën parlament për të mos thënë asgjë, nuk është ky funksioni që ka deputeti. Deputeti shkon në parlament për të thënë gjëra, për të thënë dhe mendime politike, për të thënë dhe mendime në dobi të qytetarëve. Po për diskutuar me Zeqinen dhe me Gazin se ç'pive ti dhe ku isha unë. Tani nga ç'pive dhe ku isha, protesta e tretë kombëtare ditën e nesme, zgjedhur pikërisht një ditë pasi Rama shkon në bordin e paqes. Mendoni koincidencë? Mendoj që 20 shkurt është datë simbolike. Si të duket që është kapur data 20 shkurt, rënia e bustit të Enver Hoxhës. Berisha ka përdorur gjithmonë këto simbolizmin e datave, 11 dhjetorin, 20 shkurt, gjithmonë kur ka dashur të jap një valencë politike më të madhe asaj që po bëhet, gjithmonë përdor këto data. Problemi nuk është ky. Problemi që u mendoj është që protesta është mjeti më i keq i mundshëm i përdorur nga opozita në këto momente. Opozita duhet dilte me një reformim politik, me ide politike që t'ia kundërvërë një qeverie që është qeveri e korruptuar. Ajo që po bën opozita sot, Partia Demokratike, se kjo nuk është opozita e tërë, po Partia Demokratike sot, ajo që po bën është një shërbim masiv ndaj Edi Ramës, për një arsye shumë thjeshtë. Jo vetëm është opozita që po proteston, që do të thotë një subjekt politik kundër një subjekti politik tjetër, në Partia Demokratike në opozitë kundër Partisë Socialiste Majorancë, por po bën dhe protesta të dhunshme. Dhe duke bërë një protestë dhunshme në syrin e qytetarëve dhe për më tepër dhe në syrin e ndërkombëtarëve, ti krijon një efekt krahasues. Do të thotë nga një anë ke një qeveri të korruptuar deri në qelizën më të largët të administratës shtetërore, nga krau tjetër ke një opozitë dhunshme. Asnjë qytetar në Shqipëri nuk besoj që ka interes që të bëhet një vend i dhunshëm Shqipëria, dhe aq më pak nuk mendoj që ka ndonjë ndërkombëtar i cili ndërmjet një opozite të korruptuar dhe opozite të dhunshme, zgjedh opozitën e dhunshme. Nëse ti do të luftosh korrupsionin e qeverisë, ti shkon dhe lufton me ide, lufton me vizion, e lufton me personalitete dhe me figura. Nuk mund ta luftosh korrupsionin e qeverisë duke ushtruar dhunë dhe për më tepër duke përqendruar gjithë diskursin te një figurë që është po prap në nënhetim nga spaku për korrupsion. Fakt, Rezi, në këto zhvillime pretendoni që është fjalë e madhe pretendoni, por nesër mund të ketë një skenar i cili mund të intensifikohet dhuna dhe në anën tjetër këtu do t'ju pyes politikisht, se kjo është një amendësim, po do përgjigju për atë skenarit, se nuk përbën ndonjë rëndësi se nesër do e shohim. Por, nga protesta në protestë ne kemi konstatuar një tkurrje të numrave. Çfarë do të cilë kjo protestë e tretë dhe a mundet që Rama të kushtëzohet nga këto protesta të zotit Berisha në këto momente? Që të kushtëzohet e Rama, përgjigjja është jo. Dhe kjo ka një arsye shumë të thjeshtë,
sepse në historinë 35 vjeçare të Shqipërisë, Ballkanit dhe të Europës, po marr vetëm të 35 vitet e fundit, nuk ka asnjë rast në cilin një subjekt politik që është në qeveri të çedojë ndaj kërkesave një subjekti tjetër politik që është në opozitë. Të partitë politike, fushbetejën e tyre kanë në zgjedhje. Përballen elektoralisht, fitojnë ose humbin elektoralisht. Qytetarët mund të bëjnë protesta të dhunshme kundër qeverisë, dhe do të thënë është momenti në cilin qeveria, për shkak të raportit që ka me qytetarët dhe përgjegjësisë që ka ndaj qytetarëve, mund vendos të çedojë apo mos çedojë. Vetë në rastin në Shqipëri kur qeveria ka çeduar, në rast të protesta kanë qenë vetëm protesta e qytetarëve. Armët kimike, studentët, Këto dy. Po këto janë të vetmet. Ka bërë protestë në 2003 në Partinë Demokratike, në 2003-2004 ishte periudha e protestave në Nano X, ishin protestat më masive që mund të bërë në Shqipëri. Qeveria Nano vazhdoi të mbijetonte deri në vitin 2000. Nuk iku Nano. Ishin protesta më të mëdha, ka qenë protesta fillon tek sheshi Skënderbej dhe mbaron tek sheshi Nën Tereza, plot bulevard. Në 100.000 njerëz në atë protestë. Nuk lëvizin Nano, sepse nuk mundet që ti të çedosh politikisht në një kundërshtari politik. Ndaj qytetarëve është tjetër raport. Dhe qeveria i trembet protestave të qytetarëve. Protestave politike, kush do e kurszojë qeverinë për të çeduar nga një protestë politike. Dhe këtu vim pastaj ka arsye pse protesta bëhet e dhunshme. Protesta bëhet e dhunshme për detyruar, dhe këtu ka një arsye pse protesta bëhet gjithmonë më e dhunshme, sepse ajo që kërkon PD-ja është të ketë një, le të themi, barazi armësh me PS-n në ato që janë reformat e rëndësishme, reforma territoriale, reforma kodit zgjedhor. Problemi është që këtë barazi armësh në gjendjen e marrëdhënieve që PD-ja ka me ndërkombëtarët mund ta garantojë vetëm dhuna. Vetëm në rastin e dhunës ndërkombëtarët mund ta detyrojnë Partinë Socialiste që të tregohet e barazëdhshme me PD-n në këto reforma. Mjafton të kthehemi në vitin 2024, ndërkohë që duhet bëjë amnistia penale dhe kodi zgjedhor, PD-ja, deputetë dhe Partisë Demokratike në atë kohë e mbajtën parlamentin rreth 4 muaj në ty me flak, derisa ndërkombëtarët ndërhyjnë dhe thanë duhet gjeni gjuhën e dialogut. Dhe po të rikthehemi dhe deklaratave të djeshme, ajo që kërkoi ishte dialog për dy reforma shumë të rëndësishme, reforma territoriale dhe reforma zgjedhore. Këto dyja kërkohen nga ndërkombëtarët dhe palët Shqipëri nuk arrin të gjejnë një konsensus për të bërë një reformë në interes qytetarëve, sepse reformat tentojnë të bëhen gjithmonë në interesin politik. Kështu që protesta e dhunshme ka dy objektiva. Objektivi i parë është të shkëpusin vëmendjen nga problemet që ka qeveria, dhe ta mbajmë të krijojmë të e keqja më e madhe dhe e keqja më e vogël, dhe dyta është të kenë mundësi që të japin një peshë politike PD-s që të ulet dhe të negociojë me Partinë Socialiste. Mirëzi, edhe një pyetje të fundit, duke qenë se jemi drejt përfundimit. Në këtë panoramë, duke qenë se zoti Brau ka marrë postin e zotit Dumani, mendoni që SPAK do të ketë në një mega operacion përsëri, apo kjo është thjesht për t'i lënë kohës edhe? Unë të paktën nga çfarë qarkullon publikisht, rezulton që janë disa dosje që janë në proces hetim. Janë dosje vërtet të rëndësishme. Fakti që dosja e incineratorëve ka ecur përpara me hetimet tregon që do të jemi pothuajse në përfundim të saj. Pse s'kan mbaruar incineratorët akoma s'po marrin vesh? Vazhdojnë. Po. Sekretari përgjithshëm i Kryeministrisë zoti Ergaçi, kur ka qenë herën e fundit në SPAK, ka qenë pikërisht për çështjen e incineratorëve. Se është një çështje që nuk është e mbyllur akoma, është në proces. Ka dhe disa çështje të tjera që lidhen me Unazën e Madhe, me disa nga rrugët kryesore të vendit që janë çështje në proces, që tregon që veprimet hetimore po kryen. Finalizimi i tyre besoj që do të jetë në afate kohore jo shumë të gjata. Dhe kjo tregon që SPAK-u nga një ramë po punon, nga ana e dyta gjithë këto presionet politike që i bëhen nuk do të kenë ndonjë vlerë të jashtëzakonshme, se ajo që është procesi penal do vazhdoj për të gjithë ata që kanë halle me drejtësinë. Rezi, unë të falenderoj shumë që më shpjegove edhe hallet e këtyre me drejtësinë, po dhe hallet tona me politikën. Ne shpresojmë që drejtësia të na ndihmojë neve të zgjidhim hallet politike duke zgjidhur hallet e këtyre me drejtësinë. Po e vërtet është. Fakt falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek live këtu në Antena Televizion, duke falenderuar secilin prej jush që komenton, shpërndan e përcjell tek miqtë e vet në diasporë, por edhe që nuk harron të bëj subscribe në Antena. Mos u largoni, bëni subscribe, do të shihemi pas pak mbi zhvillim edhe ngjarjet më të fundit, sepse do të mundohemi që gjatë ditës fakt kemi edhe intervista dhe komente se çfarë do të ndodhi ditën e nesme. Nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe shihemi përsëri.